Mirëmbrëma vëllezër dhe motra, Zoti ju bekov. Dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdinë Perëndisë, që më kishte thënë se do të shkoja në spital dhe se duhet të bëja gjithë trajtimet që do të më jepnin. Ndodhi, vëllezër dhe motra, që në dhjetor të vitit 2022 shkova në spital. Unë vuaj nga sindroma e ovares policistike dhe mjekët gjetën 32 kiste në ovare. Nisa trajtimin ashtu si më udhëzuan dhe mjeku më thoshte se nuk do të mund të kisha fëmijë dhe që të kisha fëmijë duhet të bëja trajtime. Unë pohoja me kokë, por pavarësisht kësaj kujtoja premtimin që Zoti më kishte bërë shumë vite më parë, ku ai më thoshte se do të më jepte pasardhës dhe se do të mbronte jetën time dhe jetën e qenies që do të vinte në familjen tonë, sepse djalli donte që të vendoste vështirësi dhe jetët tona do të ishin në rrezik. Motra dhe vëllezër, unë nisa trajtimin dhe mjeku më thoshte se nuk do të mund të kisha fëmijë. Por në muajin maj të vitit 2023, vura re se kisha mbetur shtatzan. Menjëherë shkova në spital sepse isha duke bërë një trajtim dhe më kishin thënë se nuk duhet të mbetesha shtatzan sepse do të ishte me rrezik. Motra dhe vëllezër, çdo gjë shkoi shumë mirë. Bebja ime ishte shumë mirë, muajt e shtatzanisë shkuan të gjithë shumë mirë, edhe pse shtatzania ishte me rrezik. Kur erdhi momenti i lindjes, gjatë lindjes pata komplikacione. Kisha mungesë oksigjeni, pati një moment në të cilin po u thoja personave që merreshin me lindjen se do të më binte të fikt, se nuk kisha më forcë fizike dhe me mendje i kërkoja Zotit që të më ndihmonte sepse fizikisht për mua ishte fryma e fundit. Vëllezër dhe motra, në atë moment ndjeva sikur pata forcë, edhe pse më parë nuk isha, dhe aty lindi vajza ime. Kaluan disa orë dhe pata një shok septik nga një mikrob, më pas nisa të kem temperaturë dhe më deklaruan gjendje kritike. Më çuan te pacientët në kujdes intensiv bashkë me vajzën time në kujdes intensiv. Më nisën takikardit për shpejtime të rrahjeve të zemrës që mjekët nuk kuptonin se pse ndodhnin. Pata anemi dhe më transfuzuan 2 qese me gjak. Edhe vajza ime ishte te pacientët në kujdes intensiv sepse ajo pati disa fraktura, duke qenë se lindja ishte e vështirë. Por unë në mes të dhimbjes, në mes të mënyrës se si ndihesha dhe se si isha fizikisht, i kujtoja Zotit se ai më kishte thënë se do të ishte në rrezik jeta ime dhe ajo e një njeriu të dashur që do të vinte në familje dhe që ai do të na jepte fitore. Unë i lutesha Zotit në ato momente bashkë me familjarët e mi dhe unë, vëllezër dhe motra, i jap nderin dhe lavdinë Perëndisë, sepse unë nuk ndenja shumë ditë te pacientët në kujdes intensiv. Vajza ime u përmirësua shumë shpejt. Unë kisha pak frikë sepse thoja, bebja ime sa po lindur duhet kaloj të gjitha këto gjëra. Vëllezër dhe motra, mjekët i bën kontrollet dhe pediatria tha se ishte shumë mirë dhe unë u përmirësova. Më pas u preka nga një bakter, por vëllezër dhe motra, unë i lutesha Zotit dhe i thoja, unë do t'jem mirë sepse ti e ke thënë dhe e ke premtuar. Motra dhe vëllezër, tani kanë kaluar 3 muaj nga ajo ndodhi aq e vështirë për familjen tonë dhe i jap nderin dhe lavdinë Zotit tim të fuqishëm, sepse jam mirë, sepse bebja ime është shumë mirë, të dyja jemi mirë, të dyja jemi shëruar, ashtu si Perëndia e premtoi, na ruajti jetën nga vdekja dhe i jap nderin dhe lavdinë Perëndisë. Mirëmëngjes vëllezër, dëshmoj për të dhënë nderin dhe lavdinë Zotit tonë. Në pjesën time të punës kisha një rrethan me para, ku një shumë para shumë e madhe humbën. Dhe kjo shumë ishte shumë për mua, sepse nuk i kisha. Ju luta Zotit dhe po kërkoja gabimin, por nuk gjeta gjë. Por Zoti në profetësi më tha se do të ishte me mua, duke sqaruar, se ai do të sqaronte atë rrethan dhe do të vinte emrin tim lart dhe nuk do të lejonte që njerëzit të mendonin keq për mua, sepse gjithçka do të jepte qartësi. Dhe kështu ndodhi vëllezër. Në muajin mars vazhdova t'i lutesha Zotit. Por Zoti ende nuk ishte shfaqur. Dhe në një mësimdhënie më thanë që të këndoja kapela. Dhe ishte një fundjavë të diele, kur unë i bie në gjuhën Zotit dhe u ktheva tek ai.
dhe ju i luta Zotit dhe i kujtova dhe i thash Zot, më duash për të shfaqur, sepse akoma nuk kam gjetur gabimin dhe në kompani kishin kontrolluar gjithçka, të gjitha bankat dhe ato para nuk u shfaqën. Atëherë më vinte shumë keq për shefat e mi dhe u thash, okay, atëherë po paguaj ato shumë sepse unë një përgjegjësja. Dhe në këtë të diel praktike, duke kënduar kapela, këndova me gjithë zemër dhe të nesërmen, Zoti më tregoi dhe më zbuloi si duhet të kërkoja për atë gabim. Dhe për lavdinë dhe nderin e Zotit e gjeta. Dhe përpara duke si ishte një gabim që ishte angazhuar për të prekur disa shuma, por vetëm një mrekulli e Zotit dhe Perëndis ishte në gjendje ta zbulonte atë gabim, sepse askush nuk mund t'i gjente. Çdo gjë ishte perfekte, edhe te bankat çdo gjë ishte në mënyrë perfekte. Dhe unë këtë jap lavdinë dhe nderin Zotit. Unë lavdëroj lutjen time të manifestuar dhe gjithçka e dëshmoj për ta vënë në praktik. Gjithçka që na mëson Zoti është këtu një bekim i madh për të gjithë ne. Lavdia dhe nderi janë për Zotin ton.